Një tjetër sukses për gjimnazin 28 nëntori në Shkodër, nxënëset Ajsi Beqiri dhe Chanel Rosha janë shpallur fituese të çmimit të parë në nivel rajonal me projektin e tyre inovativ, një aplikacion që synon të ndihmojë të rinjt në përballimin e sfidave të shëndetit mendor përmes inteligjencës artificiale. Websajti përmban 3 chatboxe, secila ka një kategori në veti. Ti mundesh mi shkruaj për çdo problem që të kesh, ajo të kthen përgjigje. Kur adoleshenti bën akauntin te websajti jon, ai mund të shkruajë me chatboxat, edhe gjithë informacioni ruhet aty, domethënë nuk shpërndahet. Nëse aty domethënë ai detekton ndonjë fjalë kyçe që e bën me menu që është një emergjencë, atëherë automatikisht i çohet një sinjal, mund të themi, the Teen Line Help Number që kena këtu në Shqipëri. Pra ndalon që gjonat me shku edhe më tej. Gjatë prezantimit, masi kryme, erdhi një nga përfaqësuesi, tregoi fjalimin e tij, edhe në fund tha, pritni se unë kam edhe një lajm të fundit, kam edhe një njoftim që më ka ardhur para 30 minutave. Na tha që një nga 5 projekte që prezantohen sot është edhe fituesi i çmimit të parë rajonal dhe kombëtar të Intelit. Në momentin që tha emrin ton, Ajsi Beqiri, Chanel Rosha, Mindmate, për ne ishte një nga emocionet më të bukura. Projekti i zhvilluar me pasion dhe përkushtim në mentorimin e mësueses Viola Irina. ADF-ja na mbështet për vijimsinë e projektit, ka investuar për një laborator për inteligjencën artificiale dhe çdo vit certifikohen nga 20 nxënës nga shkolla jonë. Fëmijët vinë vetëm me dëshirë, me pasion, nuk ka note, nuk ka vlerësime, thjesht mësojnë atë që ju intereson, ose mësojnë se si bëhet një projekt në inteligjencën artificiale. Ky vlerësim e rendit projektin Mindmate ndër nismat më premtuese të rinjve shqiptar, duke bërë Shkodrën shembull të kreativitetit dhe inovacionit në arsimin e mesëm.